Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Ja ku jemi pra me shpresën e të Madhit Zot edhe sot në ditën e 19 të Ramazanit, duke gdhirë kështu në këtë natë të mirë dhe në këtë natë të hajrit inshallah taala, duke u futur kështu në ditën e 20 të Ramazanit. Pra me shpresën e Zotit, sot jemi në ditën e 20 të Ramazanit, që i bie sonte të jetë nata e 21 Ramazanit, dhe sonte do të jetë nata e parë e 10 netshit të fundit të Ramazanit. Sot jemi pra me 20 Ramazan, ashtu si jemi dhe me 20 Mars. Zotin e lut që na pranoj veprat e mira, Zotin e lut që na bëj prej atyre njerëzve që Ramazan do t'i nxjerrë fatbardh dhe faqebardh këtë vit. Thot pyetja e parë për sot. Hoxh i nderuar, ka dalë një grua në Kosovë që thot se namazi i teravive nuk është prej Islamit, përkundazi është prej shpikjeve të Omer bin Khattabit. Po, unë e di që një grua mendje fyçk, e cila nuk ka lidhje me fenë e Zotit, s'ka lidhje me Islamin ton tradicional, me Islamin që në ka ardhur nga të parët tanë, po është një grua mendje lehtë, po që mediat i japin prioritet dhe e paraqesin herë mas here. Është ajo që thotë, unë martoj gocën time me burr të martuar, unë mund të martohem me orë, edhe pse jam i martuar, mund të martohem me një burr tjetër, njeriu mund të pi birra apo mund të pi alkool, pra është një femër e luajtur mendsh, domethënë një femër e cila duhet larguar nga vëmendja, dhe mund vjen shumë keq që ka marrë vëmendje, domethënë sepse nuk ja vlen që t'i jepet asaj vëmendje. Fjala e saj se teravit nuk ekzistojnë me Islam bie ndesh me Kur'anin dhe bie ndesh me hadithe e Profetit sallallahu alajhi wasallam, bie ndesh me Kur'anin, sepse Zoti thot në Kur'an, në surën El-Muzammil, faqja e 2, po këta njerëz nuk besojnë as Kur'anin. Ne kemi parasysh këta njerëz nuk e besojnë as Kur'anin. Se po ta besojnë Kur'anin, kjo fjala e tyre bie ndesh me Kur'anin. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allahu e din që ti çosh natën, gjysmën apo tërçerekun apo më shumë apo më, dhe besimtarët bashkë me ty. Kështu që hadithet janë të sakta që pejgamberi sa është falur 3 net, pastaj e ka lënë. Kështu që situata është tepër e qartë tek muslimanët, ndërsa këta njerëz janë prurje të huaja që s'kan lidhje me, siç e thash, me fenë tonë, me besimin tonë, sjellin gjithmonë të tilla dilema dhe dyshime. Atëherë le të shohim prapë pyetjen radhës. Amin dhe Zoti ju shpërbleft. Aleikum selam rahmetullah. Selam aleikum, thot nga Berati dhe agjerim të lehtë pranor. Amin, Zoti ju shpërbleft. Selam rahmetullah visi, Allah ju shpërbleft. Aleikum selam rahmetullah. Amin, Zoti ju shpërbleft. Amin, Zoti ju shpërbleft. Aleikum selam rahmetullah. Hoxh, në Itali kur është Bajrami, besoj se do të jetë njësoj tek të gjithë, do të jetë data 30 Mars Bajram inshallah taala. Selam nga Perugia, aleikum selam rahmetullah. Unë punoj 2 turne, turnë natës deri mëngjes dhe turnë mëngjesit deri në 3 pasdite. A mundem t'i bashkoj namazet? Jo, namazet duhet t'i falësh në kohë. Kam pa orën që kam ngrënë se fyr gjysmë ore pas ka hyrë msaku, kam pranuar agjërimi? Nuk e kam pa. Okej, nuk e kam pa orën dhe kam ngrënë gjysmë ore mbas së fyri, pra mbasi ka hyrë msaku. Përderisa se ke pa orën, inshallah Zoti ta fal, kujdes herë tjetër. Para disa kohë gjë se po shkruaj një libër, ku mund ta gjejmë librin është i shkruar, mund vini ta merrni tek xhamia inshallah taala, pa merak. Kur do statorë namazin natës farore? Sipas xhamiave, në xhamin tonë do të jetë orën 1 të mesnatës. Në orën 1 të mesnatës, nuk e filluar nga sonte. Aleikum selam rahmetullah. Aleikum selam habibi. Aleikum selam rahmetullahi wa barakatuh. Punojmë në Austri këtu për
këtu në Austri si fillim i vrasin, pastaj i therin, jo, s'është e vërtet, nuk i vrasin, po i gjuajnë me korrent, por nuk është vrasje. Pra i gjuajnë bagtive me korrent, dhe pastaj i therin. Dhe ditën e fundit, këto dhe ditën e fundit, nëse të merr gjumi, a bën gjuna? Jo, inshallah nuk bën gjuna. Gjumi është normal. Ndodh që shpesh në datët shënuara të shkojmë në xhamin Tesje dhe në kizë në katedrale. A është kjo bashkëtesë ndërfetare apo ignorancë ndërfetare? Normalisht gjithsecili ka fenë e tij dhe besimin e tij. Toleranca dhe bashkëtesa ndërfetare nuk do thotë miksim i festave apo i riteve apo i përzierjeve. Gjithsecili ka fenë dhe besimin e tij, kështu që kjo gjë nuk është e lejuar në Islam. Gjithsecili duhet të mbajë fenë e tij dhe besimin e tij. Ndihmon gjithçka i xhamit nga smunit. Ndoshta, inshallah taala varet se sa është aftësia e atij që bën hijam nga Austria, alaykum selam. Pra i bie që thotë 29 të dita e fundit e Ramazanit apo 30. 29 është dita e fundit me 30 mbyllet. Selam nga Vlora, pse në kalendar së fyri është me shkronjë të zeza dhe iftari me të kuqe. Me sa duket, kështu ka qenë boja. Ka marru boja e zeza, kanë bërë me të kuqe. Qa mua pe dhe i ke brasysh. Thiri menje, so... Selam nga Gjermania, alaykum selam wa rahmatullah. Selam, alaykum selam wa rahmatullah. Nga Librajdi, alaykum selam. I kam 4 vajza, më thonë më shku tek një grua për djalë, am lejohet? Po që do të bëjë e gruaja? Do të fryja e gruaja? Që do të bëjë e gruaja? Falë të ravin shpi 8 rekate, kur përshkojnë në xhami, po falin më shumë. A prish punë që në shtëpi fal vetëm 8? Jo, nuk prish punë. Selam nga Mitrovica, alaykum selam wa rahmatullah. Nëse jetojmë në rregim, sa duhet paguhet kompenzimi i Ramazanit? Sipas çmimit që vendoset atë tek ju. Fieri, alaykum selam wa rahmatullah. A lejohet tymi i zgravit që vjen te xhamia? Po s'është ndorën tonë, ai tymi vjen, po nuk përkërkojmë ne, kështu që stresit zero. Përshëndetje nga Italia, alaykum selam. Ku do të falet Bajramin, shesh? Apo të xhamia e namazjas? Jo, namazi Bajramit do të jetë në shesh, xhamia e namazjas nuk mund t'i zej 30.000, 40.000 veta. Në Itali programin Adhan shkruhet se me datë 30 është agjerim jo Bajram. Ju esni sipas xhamisë ku faleni. A quhet dhikri nëse i papastër quhet? Amin. Amin. E tham, a lejohet kurbani i matrikuluar? Çfarë nuk kupton me matrikuluar? Selam nga Franca, alaykum selam, nga Poradezi, alaykum selam. A lejohet tymi i zgravit që vjen te xhamia dhan përgjigjen më lart? A duhet t'i urojmë Bajramin dikujt që nuk ka agjëruar asnjë ditë Ramazanit, qoftë është musliman po? Këtej nga Londra këto thonë që do të presin dietarët për të parë onën me 30 apo me 29. Bëni siç bëhet në xhamin ku ju shkoni. Bëni siç veprohet në xhamin ku ju shkoni. Alaykum selam nga Zvicra, alaykum selam nga Tursi. Oj, a më tregon kush është më e mira tani me fal 10 netet e fundit namaz natë apo teravih, të dyja bashk? Nëse s'ke mundësi, njërën prej tyre. Jam në Amerikë dhe është zor për punë. A bën që të punoj në stanë kushitit ministeri? Ja. Amin gjithë. A bën me jep zekat motrës gruas? Qëse është e varfër, po. Nëse vjen cikli në mëngjes ose në drekë, duhet me prish agjerimin apo me prit iftarin? Lejohet, nuk ka se të probleme. Është haram naza që likët, por e larë me flori, problem është pak. Selam, selam.
Në qoftë se të zëgjumi gjatë duas, apo ishte duaja? Jo. A është haram një unas qelike larë me flori, më e mirë është mos tjetë as qelik as e larë me flori. Nga farka, urim selam rahmatullah. Për sheva, urim selam rahmatullah. Nga bilishti, urim selam. Si ta largojmë haxhuzet me shkuj, se kuptoj. Allah të shpërblen minë të ty. Aleikum selam, rahmatullah, Sinan. A mund të japësh zeqatin vllaut, sa ai nuk është i varfër? Jo. Do të jetë i varfër. Por adeci, e kam çupën 7 zënda, bën agjërim edhe më thon fëmijën, pyesni mjekun specialist. Ka motor 200 km, kam prishur agjërimin? Jo. Nëse e mban, e ke mbajtur. Kam filluar me datë 15 agjërimin, e pranohet, elhamdulillah që ke filluar të agjërosh, s'ka problem. Është haram ari i bardhë për meshkujt, po, njësësi ari i verdhë. Përshëndetje nga Firenze, Përshëndetje nga Firenze, po, amin edhe juve. A që të hatë nëse lezon Kur'anin në arabisht për më shkojnë latine? Jo. Rimin jo, aleikum selam rahmatullah. A mund të bësh hatë me një të huajt, për shembull një mikeshës së mikut? Edhe ja, mund të bësh hatë në një të huajt, më shekes, ja, si bëhet. Aleikum selam nga Gjermania, nga Bruxelles, aleikum selam. Po që kam me udhëtu nga Gjermania për në Kosova, do të më vazhdoj agjërimin, lejohet ta mbash, lejohet ta prishësh. Nata e kadri mund të bjerë, natë çift apo jo? Ka 2 mendime, ka një mendim që bjerë ose në net tek ose në net çift. Ka një mendim që është 27, ka një mendim që thotë 23, 25. Ka një mendim që thotë është nata e fundit, nëse është tek. Selamun, është në rregull me falë namazin akşamit para se me bë iftar? Është në rregull me falë akşamit para se me bë iftar apo duhet një ta bëjmë iftar? Me e çel me diçka të lehtë, edhe pastaj mjaftohesh. Përse në Islam nuk lejohet të mbahet floriri? Nuk lejohet të mbahet floriri si një sprov. Ka ndënë edhe nga arsye shkencore që floriri nxjerr një lloj, le të themi, lëndë helmuse që nuk është e mirë për meshkujt, po e rëndësishme ne themi është sprov. Selam nga Portorozhi i Slovenisë, aleikum selam. Edhe preva disa ditë agjërimi për shkak të ciklit. Ja agjëro më pas Ramazanit. A lejohet të mbash lekët në bank, po s'ka formë tjetër si do i mbash lekët. Bergamoli, selam. A lejohet me ndes telefon në lutje? Lejohet që të mësosh, po. A jepet zeqati për ndërtim xhamie? Po jepet. Se di si me vepru, po mbije me marrë 2 herë abdes për 1 orë. Njërën si firë dhe njërë për sabah, shkak se kur dalin gazrat. Allahu të lehtësoft. Po nëse blejmë diçka me kredit, a quhet kamat? Po. Nëse ka pagesë plus në këste për shkak të vonesës. Përshëndetje nga Greqia, fal 11 rekat thot në orën 2:45 minuta deri në 3:07.
Shumë mirë, mashallah. Është një tërë dhe fundin natës, pa dëshim. Përshëmë për nga të bini gjatë namazën në zimin sure, sepse është fillestar, është keq dhe duhet mos se viseshde. Në ratë parë ne imam duhet fusin vetëm ata që janë më të aftët, edhe se viseshde pa tjetër që duhet bërë. Oh. Na zoni gjumë prapë sot. Sa është orë? E gjysëm. Atëherë kam haram, pra kam prish agjërimin sepse kam dalë me ish gruan, duke e pasur gruan tashme me veti. Po haram ke po, vallai. Oj, pse nuk po falemi jashtë? Se është ftohtë. A bënda e vitrin gocës është pa punë dhe ka çunin me autizëm. Dhe i punon vetëm burri. I jepet burrit të gocës, jo gocës, i jepet dhëndrit, i jepet dhëndrit. Eshte në kurbanit duhet me shti me shti dhe me i qitë në bërlog. Jo më dhëndrat eshte të kurbanit, si gjithë mbeturina dhe ushqimit, si gjithë mbeturina dhe ushqimit. Vitri është 3 apo 1? Vitri është 1, 3, 5, 7, 9, 11. Po këta në Arabi që i majnë mikrofonat nga ari, shko pyti herë, pse i majnë nga ari, vëlla. Shko pyti herë, po shifar hallet dhe tuja Arabia, pse i majnë mikrofonat ari. E i zoti mon. Vdekja e njeriut në Ramazan, do të thotë se i ka dalë shpirti. Hosh thot, vdekja e njeriut në muajin Ramazan. Do të thotë që i ka dalë shpirti. Allahu e mëshiroft. Pse duhet 2 akika për djem e 1 për vajzat? Sepse kështu ka thonë Zoti. Me që njerëzit gëzohen më shumë për djem, paguajnë më shumë. Aleikum selam wa rahmatullah. A është haram nëse dikush më ka dhënë borxh dhe unë si shpërblimi e këtij borxh ndjap nga shefi diçka më shumë? Po, nëse s'është bërë marrëveshje, po. Kur na vizitosh në Kosovë, avash, aleikum selam wa rahmatullah. A ka problem nëse e mbyll syfyrin në orën fiks? Jo, duhet mbyll në orën fiks. Jo, ka problem. Ta në Arabi thot që i majnë mikrofon, akoma ky me mikrofonat e arit, o popull. Po shifa hallin ta, o njëri, o të falë të Allahu. I kërë burri dhe o shif punët e tuja. Në ata 4 për 21 dhe 27, 21, 23, 25, 27, 29. Pse nuk falemi jashtë? Inshallah, Habibo rri nga krau fund xhamisë dhe falu jashtë, inshallah. A lejohet flori për femrat? Po lejohet. Kam parë një person që më vjen dhe më bënte dritë të bardhë, po fytyrën nuk ja pash. Tha 3 herë, mësoje duan El Bekaren, kam tentu me mësu, po s'ka mundur. Mundohu ta mësosh. Aleikum selam wa rahmatullah. Lejohet t'jap zakatin vllajt i cili nuk është musliman. Nëse mendon se dhënia e zakatit do të shërbej për udhëzim, po. Mbata gjimi dhe mbas muajit Ramazan, po 7 ditë. Po është sunet, nuk është fars. Afër cila ka më shumë shpërblim me falë në xhami, në këto në ditën e Teravia apo namaz natën? Them për ne me gjatë, më mirë më falë në xhami me xhamat. Këtu në Norvegji punojnë shumë muslimanë shqitorë të ushqimet, aty ka dhe mirë deri të alkool. Si t'ja bëjmë, thot, gjeni punë tjetër. Kam nënën plak, lexon Kur'an, po veç kuptimin e lexon, e bën kështu? Bon.
kam mbesën e burrit që më thonë sa herë hap Kur'anin më dalin lot. Inshallah është pastrim. Pastrim nga në mësysh apo diçka e vjetër. A falen sunetet kur falen dhe farzët apo do është në sure? A falen sunetet kur farzët apo do shtojmë në sure? Jo, njësoj si farzët. Selam rahmetullah. Unë falë në duke dëgjuar telefonin. Mirë, inshallah, bash derisa të fiksosh gjërat. A jepet zeqati fëmijës vllajt, i jepet, nëse është i varfër, po. Ata shohin pak orë si jeni me orët. Okej, kemi edhe 5 minuta. Ka disa net, mbas fyrit kam shumë dhimbje koke. Pi paracetamol para se me mbyll. Selam. Amin gjithë bashkë. Amin gjithë bashkë. A është arëm nëse kush më dhënë lek borxh dhe unë si shpërblia këtej borxhin dhe jap disa lek më shumë, po. Lejohet ose nuk është bërë marrëveshja kështu në fillim. A lejohet të jap zakatën vllajt i cili nuk është musliman, nëse jep me niyetin që të udhësohet, po. Vitrat të japim kunatës, motrës burrit, që është e pamartuar verbër, është në rregull? Po, është. Lejohet. A lejohet të jap zakatën vllajt, e tham. A lejohet. Ku është? Mbasi bë barimi një motrës kur largohen më vërezat, njëri i familjes kputi një fije bari dhe thotë që është sunet. Futi stas lall thuj mbas iftarit. Kameti sabah mund të thirret në fillim kur thuhet suneti apo kur fillen farzin. I kameti thirret para farzit. A bën që ndërmjet sunetit sabah dhe farzit bëjmë dua? Po, është sunet. Selam nga Lugano, Zvicës, aleikum selam, rahmetullah, amin dhe vë. Nga Ohio e Usas, aleikum selam, rahmetullah. Dëm dëshirë të vizitoj, thot për një kafe, mirë se të vish vëlla. Aleikum selam nga Hanoveri. Inshallah, mirë se të vish. Më pranohet namazin qoftë se falen pa çel iftarin. Po, inshallah. Kanë një ditë për 20 minuta falë sabah, apo në kohën e vetë. Wallahi, ditë në Bajramit lejohet me shku ka varrezat, mos e bëni këtë traditë. Mos e bëni këtë traditë që ditën e Bajramit me shku në varreza. Dita e Bajramit është dita që festojnë gjallët. Tetova, a mund një sqarim për salatë vitër me imam, si është në rregull? Faleni siç e fal imami, stresit zero. Emri Elias, a lejohet? Ilias, lejohet dhe Eliesa lejohet.
Mirë se të vish dhe të cilën. Ku ndodhesh? Ne ndodhem në Tiranë. Alot, mësa që është një ditë për arsye po. Ama pa arsye jo, arsye fetare, jo arsye thjesht e kam të nevojshme. Tu në Norvegjin, qytetin Skien, xhamia arabe ka caktu ditën 30 majo. Si të veprojmë ne? Veproni siç veproni ke xhamia ku faleni. Unë të në Austra, ditë fundit në Shqipëri, të nëna ime, zakatin ku duhet ta jap, s'ka problem, ku të duash. Nga Daci, valikum selam, rahmatullah. Mirë, vëllezër, mjaftohemi me kaq inshallah taala sepse duhet të shkoj të fal sabahun. Ju du fort gjithëve, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.